Ec nga do po Kallaratin mos e haro. Me këtë moto në fshatin me tradita dhe histori të Kallaratit në Bashkinë e Imarës është zhvilluar takimi i brezave, një aktivitet që ka bashkuar banorët të fshatit, të ardhur nga qytetet ndryshme të vendit, si dhe bashkëfaqatarë që jetojnë e punojnë në emigracion. Në qendër të Kallaratit, pranë lapidarit që përkujton dëshmorët e fshatit, u mblodhën 10 banor në një mbrëmje të veçantë kushtuar vendlindjes, kujtimeve dhe ruajtjes së lidhjeve me rrënjët. Në emër të kryesisë së shoqatës kulturore Adetare Kallarati, përshëndeti nënkryetari i shoqatës Besnik Gjon Brataj, i cili vlerësoi pjesëmarrjen e banorëve dhe veçanërisht të brezit të ri. Në emër të kryesisë së shoqatës Kallarati, ju urojmë nga zemra mirë se keni ardhur në takimin e brezave. Sonte Kallarati na ka mbledhur sërish. Na ka mbledhur vendlindja, na kanë mbledhur kujtimet, na kanë mbledhur rrënjët tona. Falenderojmë përsërisht banorët e këtueshëm të Kallaratit, të cilët e mbajnë gjallë çdo ditë jetën e fshatit tonë. Falenderojmë bashkëtarët e ardhur nga Vlora, Fieri, Durrësi, Tirana dhe qytetet tjera të vendit. Emigrantë e ardhur nga larg, nga Italia, Greqia, ndoshta edhe shtetet tjera. Një përshëndetje të veçantë u drejtojmë fëmijëve dhe të rinjve. Prania e tyre i jep kësaj mbrëmje më shumë dritë, më shumë gjallëri dhe më shumë shpresë, sepse takimi i brezave merr kuptimin e tij të plot pikërisht atëherë kur pranë njëri tjetrit qëndrojnë të moshuarit, prindrit, të rinjt dhe fëmijët. Kur breza takohen, kujtesa nuk humbet dhe lidhja me vendlindjen bëhet edhe më e fortë. Sonte kemi edhe një arsye tjetër të veçantë për t'u gëzuar. Fal punës së gjatë dhe të përkushtuar të grupit artues në krye profesor doktor Rami Memushaj, kemi këtu mes nesh edhe historikun e Kallaratit. Është një dhuratë e bukur që vjen pikërisht në një moment kaq domethënës në natën kur brezat e Kallaratit takohen me njëri tjetrin. Ky historik nuk është vetëm një libër, është kujtesa jonë e shkuar, është një urë që lidh të shkuarën me të tashmen dhe të ardhmen. Ai do të shërbejë sidomos të rinjve dhe brezave që do të vinë, që kudo që jeta mund t'i çojë të njohin historinë e prindërve dhe të gjyshërve të tyre, traditat, sakrificat, vlerat dhe historinë e origjinës së tyre. Të dinë se rrënjët e tyre lidhen me një emër të dashur dhe krenar, Kallarat, dhe edhe kur jeta mund t'i çojë diku më larg. Në këtë mbrëmje gëzimi dhe bashkimi nuk mund mos kujtojmë edhe ata që nga takimi i brezave të gushtit vitit kaluar nuk janë më mes nesh. Shprehim ngushëllimet tona të sinqerta për të gjitha familjet që gjatë kësaj periudhe kanë humbur njerëz e tyre të dashur, si familjes së Kujtim Hitaj, Feride Breshanaj, Zenepe Breshanaj, Zeqo Hoxhaj, Namaz Tozaj, Merqes Jonuzaj, Ladi Kondaj, Abbas Dautaj, Duka Demiri, Lufter Leskaj, Polo Qejvani dhe Emin Qejvani. Në një takim brezash, kujtesa për ata që janë ndarë nga jeta është pjesë e pandarë e bashkimit tonë. Ata mungojnë fizikisht, por mbeten mes nesh përmes kujtimeve, familjeve dhe gjurmëve që kanë lënë në Kallarat dhe kudo ku kanë jetuar. Në aktivitet ishte e pranishme dhe kryetarja e njësisë administrative Urvranisht, Elena Memushaj, e cila shprehu një falënderim të veçantë për emigrantët që u bashkuan festës dhe u rikthye në vendlindje. Memushaj falenderoi shoqatën Kallarati për organizimin si dhe Bashkinë Imar për mbështetjen dhe mbarvajtjen e aktivitetit, duke vlerësuar kontributin e të gjithë atyre që bëjnë të mundur ruajtjen e këtyre festave tradicionale. Ju falenderoj të gjithëve të dashur bashkëfshatar për pjesëmarrjen tuaj. Një falenderim të veçantë doja ta bëja për emigrantët që sot janë këtu mes nesh. Janë në rrënjët e tyre, në vendlindjen e tyre, për të festuar dhe për të gëzuar së bashku. Në emër të pushtetit vendor, do të doja të bëja një falenderim edhe në emër të bashkisë Himar, përfaqësues i cili është nënkryetari i bashkisë zoti Thimjo Gjinuçi. Do doja të falenderoja shoqatën e Kallaratit, kryetarin e fshatit, bashkinë Himar, për organizimin dhe mbarvajtjen e kësaj feste. Urojmë t'ja kalojmë të gjithë sonte gëzuar. Faleminderit. Në një intervistë për televizionin 6+1 Vlora, Elena Memushaj theksoi se takimet e brezave janë kthyer tashmë në një traditë në fshatrat e Bashkisë Imar.
Sipas saj, këto festa financohen nga bijtë dhe bijat e çdo fshati, nga shoqatat dhe me mbështetjen e Bashkisë Himarës. Është një takim brezash i përvitshëm, tashmë është bërë traditë, jo vetëm në Kallarat, por në çdo fshat të njësisë administrative. Në këtë mbrëmje ka feston Tërbaçi, sonte feston edhe Vranishti, feston edhe Kallarati. Është një fest që financohen nga bijtë dhe bijat e çdo fshati. Një organizim i kryetarëve të fshatrave, të shoqatave dhe po ashtu edhe mbështetje e Bashkisë Himar, të cilët do doja t'i falenderoja me këtë rast. Gjithashtu ju falenderoj edhe juve si televizion. Le të kalojmë gëzueshëm sonte Kallarati edhe Tërbaçi dhe Vranishti. Gëzuar. Më pas gjithçka foli me gjuhën e festës, muzika, kërcimi dhe atmosfera festive i dhanë jetë mbrëmjes, ndërsa banorët e Kallaratit të rinj e të moshuar, vendas dhe emigrant, festuan së bashku në një takim që solli pranë njëri tjetrit, brezat dhe riktheu në qendër të vëmendjes dashurinë për vendlindjen. Takimi i brezave në Kallarat u shndrua kështu në një festë të kujtesës, traditës dhe bashkimit, duke përcjellë mesazhin se pavarësisht se ku i ka çuar jeta, lidhja me vendlindjen mbetet gjithnjë e fortë.